Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa abad, yakulu al-haq subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim. Ba'd a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Të gjitha falënderimet, të gjitha lavdërimet i qofshin dhe i takojnë vetëm Allahu xhalla shanuhu, salatë dhe selamet qofshin mbi Muhammedin a.s. mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e trasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj gjithësie. Xhamatllin nderuam, vëllezër musliman, motra muslimane. Sonte do të flasim për natën e Kadrit, vlerën e saj, pse ka këtë vlerë, çka pritet në këtë natë, çka duhet të bëjmë në këtë natë, e kështu me radhë. Edhe pse nata e Kadrit duhet të kërkohet në netët tek, në 10 e fundit në netët tek, prapse kemi argumente që e specifikojnë se kjo natë mund të jetë me gjas të mundur në natën 27 të muajit Ramazan. Kështu që dal nga dal, po i ofrohemi fundit të Ramazanit, këtij muaji të bekuar e fisnik, muaj i cili në aspektin shpirtëror sjell ndryshim për të mirë në nivel individual dhe në nivel shoqëror. Ramazani që nga dita e parë ofron mundësi të shumta shpërblimi, mëshire, falje, lirim nga zjarri i xhenemit dhe afrim tek Allahu xhalla shanuhu. E tash kur po afrohet koha e ndarjes me të, Ramazani ofron shpërblimin më të madh, atë të natës së Kadrit, që konsiderohet shpërblimi jetësor, e mira më e madhe që mund ta fitojë një besimtar. Allahu xhalla shanuhu nga 114 kaptinët e Kur'anit, një kaptin e ka emërtu me emrin Suratul Qadr, pra kaptina e Kadrit. Në këtë sure Allahu xhalla shanuhu thot: ne e kemi zbritur Kur'anin në natën e Kadrit. E kush mund të ta shpjegoj ty se ç'është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e mirë se sa 1000 muaj. Engjëjt dhe shpirti Gjibrili me lejen e Zotit të tyre zbresin në këtë natë me të gjitha vendimet, pa që është ajo deri në lindjen e agimit. Është quajtur Lejletul Qadr, nata e Kadrit, për 2 arsye. Fjala Qadr tregon madhështi, pozitë të lartë, që do të thotë se kjo natë është madhështore, ka pozitë të lartë tek Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe arsyeja tjetër, fjala Qadr është marrë prej kader, apo caktimit, nga ajo se Allahu xhalla shanuhu në këtë natë cakton dhe gjykon se çfarë do të ndodhë prej çështjeve të urta deri në vitin e ardhshëm. Në vazhdim Allahu xhalla shanuhu thot: Lejletul Qadri khayrun min 1000 shahr. Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Në qoftë se përkthehen këta 1000 muaj në vite, i bë tikun mbi 80 vite jetë.
dhe kanë ardhë disa transmetime, disa mendime se pse Allahu Gjallëshanuhu e ka vendosë këtë natë me një vlerë kaq të madhe. Pra, që një natë të jetë më e mirë se sa 1000 muaj. Një mendim qëndron se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka inspiruar për dikën nga popujt e mëhershëm për një njeri i cili pas ka luftuar gjatë gjithë jetës së tij në rrugën e Allahut Gjallëshanuhu dhe duke menduar dhe duke u thelluar në mendime Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se është e mundur që dikush prej ummetit tim të ketë këtë shpërblim kaq të madh, atëherë Allahu Gjallëshanuhu e bëri këtë natë që të jetë edhe më e vlefshme se sa 1000 muaj. Ndërsa mendimi tjetër është deri këtu, pra si që thamë mendimin e parë, por vazhdon dhe ju tregon shokëve të tij pejgamberi alayhis salam. Dhe shokët e tij bëhen merak se si është e mundur që edhe ne si ummet e Muhamedit alayhis salam ta kemi një privilegj të tillë që të kemi vlera të tilla që tërë jetën t'ia kushtojmë luftës në rrugën e Allahut Gjallëshanuhu. Atëherë Allahu Gjallëshanuhu e bëri që kjo natë të jetë më e vlefshme apo më e mirë se sa 1000 muaj. Po në anën tjetër ka komentime se kjo natë është më e mirë se 1000 muaj, sepse në të ka fillu me zbrit Kur'ani. Dhe ky Kur'an e ban dallimin e të vërtetës nga e pavërteta. Siç thot Allahu Gjalla Gjalaluhu në kapitullin Al-Baqara, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Pra muaji Ramazanit është muaj në të cilin ka filluar me zbrit Kur'ani. Është udhëzues për njerëzit, sqarues i të vërtetës nga gënjeshtra. E kush e përjeton këtë muaj, le ta agjëroj. Pra, nota e Kadrit është nota në të cilën ka filluar me zbrit Kur'ani e që kjo natë gjendet në muajin Ramazan. E që ky Kur'an qenë nga për t'i udhëzuar njerëzit në rrugë të drejtë, për me i largu nga errësirat e shumta, të besimeve të kota, me i nxjerrë në një dritë të vetme. Dhe kur njeriu të udhëzohet, të drejtohet, ta ketë të qartë të vërtetën nga gënjeshtra, atëherë me siguri se e ka vlerën më shumë se 1000 muaj, sepse pastaj ky njeri gjatë tërë jetës së tina është në rrugën e drejtë. Dhe këtu krahasohet, domethënë ajo vlera më shumë se 1000 muaj e kësaj note, sepse në këtë notë ka filluar me zbrit ai i cili i udhëzon njerëzit, të cilët do ta fitojnë edhe në botën tjetër në xhenetin dhe nuk ka vlerë më të madhe se sa një përfundim i mirë. Në vazhdim Allahu Gjalla Shanuhu thot: "Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha", engjëjt dhe shpirti Gjibrili zbresin në këtë natë. Kur engjëjt zbresin në tokë në këtë natë, siç gjejmë në ajetin më lart, atëherë sjellin me vete mirësinë, bereqetin e mëshirën e Allahut. Në mesin e engjëjve, Allahu e veçon njërin prej tyre, i cili është Gjibrili. Gjibrili zakonisht sa ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke jetuar në këtë botë, pra sa ishte gjallë, i vinte
për çdo Ramazan me ja përsërit Kur'anin. Mirë po, me vdekjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Gjibrili zbret vetëm në natën e Kadrit. Pra, kjo është edhe një veçim tjetër që i bëhet kësaj natën nga ana Allahu xhalla shanuhu. Selamun hije, ajo është paqë, është selamet, siguri për besimtarët. Në këtë natë Allahu liron shumë besimtarë për zjarrit të xhenemit dhe i shpëton prej këtij ndëshkimi, sepse njërin nga emrat e bukur të Allahu xhalla shanuhu është edhe es-selam. Pra, është paqë. Dhe duke e cilësu veten me një cilësi të tillë, atëherë sigurisht se këtë cilësi çdo herë e ka të aktivizuar me Allahu xhalla shanuhu, mirë po, në këtë natë e shton edhe më shumë. Selamun hije hatta matla'il fajr, deri në lindjen e agimit, pra nata e Kadrit, vazhdon prej akshamit, pra prej thirrjes së ezanit të akshamit dhe zgjat derisa të lind agimi. Me lindjen e tij përfundon kjo natë dhe veprat e mira që duhet të kryhen brenda kësaj nate. Pra përfundojnë çdo send me lindjen e agimit. Prandaj ne duhet të kemi kujdes, të shtohemi vigjilencën më shumë në kryerjen e punëve tona, në muhabetet tona, në fjalët tona. Në këtë natë të shtohemi më shumë të përmendurit e Allahut, pra dhikrin, për kujtimin e Allahut me fjalët subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar. Të shtohemi një thënie të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja kishte sugjeruar apo preferuar Aisha radhiyallahu anha, e cila kur e kishte pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se nëse e zën këtë natë apo këtë moment, çka është më së miri me thonë, pejgamberi sa më thotë Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti je falës e do falen, më fal mua. Pra, të shtohet edhe kjo fjalë sa më shumë, sepse nëse kapim atë moment, edhe nëse jemi të falur nga unë Allah xhalla shanuhu, sigurisht se nuk na duhet më shumë si në këtë botë, po edhe në botën tjetër. Ne lutim Allahun xhalla shanuhu që fillimisht të dalim prej këtij muaji të rahmetit, të pastruar nga gjunohet, ta kapim momentin e natës së Kadrit në mënyrë që të kemi ditë sa më të mira në këtë botë dhe shpërblimin me xhenetin Firdaus në botën tjetër. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.